إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, dëshmojmë dhe deklarojmë se çdo herë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala, dhe dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. S'ka dyshim se fjala më e bukur është fjala Allahut dhe udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Rasulullahut alaihi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, një prej emrave që i hasim shpesh në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veçanti pas hijretit, është edhe emri Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, i cili ishte koka e munafikëve në Medinë dhe ishte koka dhe zanafilla e çdo sherri dhe çdo fitne që ndodhte në Medinë. Nëse ka ndodhur një sherr dhe një fitne, çdo mend gisht ka pasur edhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ki munafik i keq, ishte arsyeja dhe sebepi që një pjesë e ushtrisë të kthehen pas në Medinë kur u nisën për në Uhud. Dulsh ushtria e muslimanëve për Medinës për të nisë për në Uhud, e Uhudi aso kohë ishte jashtë Medinës. Dhe arin këti mashtron disa prej ushtarëve të ushtrisë muslimanëve, dhe 1/3 atyre kthehen pas në Medinë dhe nuk marrin pjesë në betejën e Uhudit, e që ishte njëna prej arsyeve pse besimtarët muslimanët e humbën këtë betejë. Gjithashtu kjo kokë e munafikëve ishte ai i cili bënte fitnë vazhdimisht, dhe ishte ai i cili bani atë fitnën e madhe, tregimin, shpifi për nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpifi për nanën e besimtarëve, për gruan e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për vajzën e Sidikut, që ishte ndershmja e pastërta, dhe për pafajsinë e saj, Allahu subhanahu wa taala zbiti më pas një ajet për Aisha radiallahu anha, kush e dhezi zjarrin e fitnes, ishte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ishte ky munafika i cili kur kalon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hipur mbi gomarin e tij, i thoi ke ilejka anni, wallahi laqad adani natinu himarik, largoju es ma shpejt se po më pengon era e keqe e gomarit tan. E shqetësonte dhe lëndonte vazhdimisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe s'ka qenë rahat pejgamberi Allahut pe gojës tij vazhdimisht nga fitnet e tija, nga të këqijat e tija, sepse ishte munafik i keq. Mi po parashtrohet pyetja o vëllezër, çish reagoi pejgamberi alayhi salatu wassalam kundrejt këtyre shqetësimeve dhe lëndimeve që ja shkaktonte Abdullah ibn Ubej ibn Seluli? Ndëgjoj këtë transmetim që e ka nxjerrë Imam Buhariu nga Ibn Omer radhiyallahu anhuma, i cili thot kur vdiq Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, ki koka munafikëve, erdhi djali i tij Abdullahu, i cili ishte musliman i mirë, edhe pse babën e kishte kokë munafikëve, ama kishte musliman i mirë dhe ishte pi sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po i vdes baba i dhimbët, dhe ka një shpresë se mos Allahu subhanahu wa taala po ja fal, dhe shkon te Rasulullahu alaihi salatu wasalam, thot ja Rasulullah, apo me hap teshën tonë, ta baj qefin të babës tem, dhe a mundesh me afal ti namazin dhe me baj istikfar për ta? Çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam? A tha, jo sesi, s'pranoj këta une, ta baj këtë për kokën e munafikëve, për atë që ishte armiku më i madh i jemi, për atë i cili që vazhdimisht më lëndonte dhe më shqetësonte, për atë i cili ka prek nderin tem. Kështu tha pejgamberi alayhi salatu wassalam. Jo vëllazër, po më njëherë heki teshën e tij dhe ja dha, dhe tha kur ta pastroj xhenazën, therëm unë ja fali namazin. Kur penin Omeri radiallahu anhu, nga xhelozia që kish për fenë Allahut, çohë thot ja Rasulullah, qish po do me ja fal në xhenazën diku që është koka munafikëve? Po nuk kujtohet se këta ka bën këta. Po ja përmend, ja se i kish haru pejgamberi alayhi salatu wassalam. Po nga xhelozia që kish Omeri radiallahu anhu, derisa thot ja Rasulullah, po Allah të kanal me afal gjenazën këtive.
Allah të ka nalt me kërku istighfar për to. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, o Omer, largojo, lirojo. Se Allah kur ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam e ka zbrit një ajet, për cilin ajet për e ka qëllim Omerit radhiyallahu anhu. Kur ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për munafiqët i ka thonë Allah azza wa jall, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 marra fala yaghfir Allahu lahum. O pejgamber, ti alipe istighfar për to, kërkove falje për to, apo nuk kërkove falje për to. Edhe nëse 70 herë ti kërkon, nuk ja falja atinve, se ato munafik janë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Omer, Allah më ka lënë hapësirë me zgjedh, a me bën istighfar a mos me bën, unë kum zgjedh me bën istighfar. Thot nëse e di që Allahu ja fal, nëse baj më shumë se 70 herë kisha bën. E ka ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam se Allahu s'ka fal atyre. A me ka bën, ndoshta, mos po ndodh diçka se s'kishte ndalesë. Po ja fal xhenazën, po ja përcjell xhenazën, po e voros kanë kokën e munafikëve. E Omeri radhiyallahu anhu po shqetësohet, po i bë pishman, çish u sjellën kështu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A mund të shkoj shumë kohë për Xhibrili alayhis salam një ajet, me cilin ajet po e vërteton edhe një herë çndrimin e Omerit radhiyallahu anhu. E Allahu azza wa jalla thot: "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrih." Thot mos ju fal më pejgamber as xhenazën asnjënit prej munafikëve, se i dike me emra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos shndro me varret e tyre, se innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun, sepse ata kishin bë kufër, kishin mohu Allahun dhe pejgamberin e tij dhe vdesën duke qenë fasika. Mi po vëllazër, thelbi i këtij tregimi çka është? Është çish sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një prej armiqve më të mëdhej. Nëse kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sjell me armikun më të madh me kokën e munafikëve, ato vallë çish është sjell pejgamberi alaihi salatu wasallam me muslimanët? Çi ky pejgamber alaihi salatu wasallam që është modeli jon, mostra jon, çish mos sjell ne, edhe me vepër, po ka qenë edhe me fjalë model pejgamberi alaihi salatu wasallam, i cili ka thonë: "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa." Ata që i du mas shumëti dhe kanë me konë më afër meje ditën e gjykimit janë ata që e kanë sjellën më të mirë. Kështu po thot kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj vepra e tretë o vëllezër, në vargun e këtyre hutbeve që jemi duke i mbajt, për veprat që kushdo që për e musliman vi i vepron ato, ka me konë bashkë me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhenet, qenë ka çka? Sjellja e mirë. Po vërteton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe me veprën e tij, po vërteton edhe me fjalën e tij, që nëse ti sjellesh mirë, je i budh dhe i mëshirshëm dhe i sqarshëm me tjerë, fjalë mirë dhe vepër mirë me tjerë, që kjo ka me ta mësu me kon bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet, Allahu na bën fityre. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na stolis Allahu me moral të mirë, të na fal, të na mëshiron dhe bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam xhennet të na bashkon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.